Një dhjetori shënon ditën botërore të HIV-AIDS. Nga viti 1993 deri në vitin 2025 janë diagnostifikuar 1973 raste me HIV, ku 73% janë meshkuj dhe 27% femra. Vetëm në vitin 2025 janë raportuar 125 raste të reja në nivel kombëtar, ndërsa 963 persona aktualisht trajtohen me terapi. Gjatë këtij viti në Shkodër rezultojnë të jenë zbuluar 7 raste të reja me HIV-AIDS. Në total nga viti 1994 deri në 2025, në Shkodër janë prekur nga HIV 90 persona, mes tyre 74 meshkuj dhe 16 femra. Të dhënat vjetore tregojnë se rastet në Shkodër janë shfaqur përgjatë viteve në mënyrë të shpërndarë me rritje të lehta në periudha të caktuara, ndërsa vetëm për vitin 2025 janë 7 të tilla, që përbëjnë 7.8% të totalit historik të qarkut. Në pjesën ndërmuese të këtyre shifrave, transmetimi seksual mbetet rruga kryesore e përhapjes, po ashtu një tjetër mënyrë është transmetimi nga nëna tek fëmia dhe përbën 2.4% të rasteve, ndërsa transmetimi përmes gjakut apo përdorimi të përbashkët të gjilpërave mbetet në nivele minimale. Sipas grup moshave më të prekura mbeten moshat 25 deri në 44 vjeç, ndjekur më pas nga mosha 45 deri në 54 vjeç. Të rinjt, 16 deri në 24 vjeç, zën 9.7% të rasteve, ndërsa fëmijët 0 deri në 15 vjeç 2.9%. Përqindja më e ulët vërhet mbi 65 vjeç. Ashtu si në vitet e mëparshme, meshkujt vijojnë të jenë të diagnostifikuarit në përqindje dukshëm më të lartë se femrat, trend që vërehet qartë edhe në Shkodër. Në ditën botërore të SIDA-s, institucionet shëndetësore rikujtojnë rëndësinë e parandalimit, testimit të hershëm, edukimit dhe luftës kundër stigmatizimit, si hapa kyç për të frenuar përhapjen e HIV dhe për të mbështetur të prekurit në të gjithë vendin.